Përshëndetje gjithëve. Mirë se keni ardhur në 25 jeni këtu me mua Jahja Bazën edhe këtë javë, ku kemi pas të ftuar pra në emision që kemi përgatitur, të ftuar kishim Hamim Qilafin, me të cilin folëm për librin që e ka botuar versioni më i mirë i vetës, po ashtu edhe për maratonën, pra si vrapus në maraton, e gjitha këto, pra do t'i ndiqni në emision në vazhdim pra të emisionit, paka lutem të emisionit, të intervista, ju bëni subscribe kanalin tonë 25 dhe në fund të videos nëse ju pëlqen çdo herë, si që më thënë, bëni like, po nëse edhe nuk ju pëlqen edhe dislike, është drejtë juve të se si do të vazhdoni, por më tepër vazhdoni të ndiqni intervistën. Përshëndetje Hamim, faleminderit që pranove ta jepsh një intervistë për kanalin tonë 25. Përshëndetje, nderoj Jahja, faleminderit për ftesën që më bëni. Ju pra keni shkruar një libër versioni më i mirë i vetvetes. Por çka ju shnihet që ta shkruani këtë libër, ku morët motivin? Shikoni, fillimisht libri ishte një ide, ndoshta miku tim Fitimi, që shfrytëzoj rastin të përshëndes profesor Fitimin Hija. Unë pak me shkrimi jam marrë paksa edhe me herët, domethënë para se me shkruar librin tim të parë, versioni më i mirë i vetës. Po ta shkruar sa tema dhe miku im kur e shkrova një temë për rinin, sikur më dha një shtitje, një nxitje, thamin, të rekomandoj ta shkruash një libër motivues. Dhe kjo ideja më ngulit në mendje, edhe pse atë kohë të themi në periudhë, unë nisë për në Kroaci, ishte viti 2023, shkova për punë e kështu, kur erdha ideja ende kisha të freskë disi, pastaj shkova edhe një herë, por ngela pa punë dhe në fund kur u ktheva, ajo ideja e mikut tim Fitimit sikur nisi të realizohet dal nga dal. Do me thonë e mora punën pak më me seriozitet, bëm një takitim në hit, sikur filloj të marrë atë rrugtimin e vetë dhe duke i grumbulluar ca tema, natyrisht dhe duke punuar më tepër në këtë drejtim, ja vura si synim që ta shkruaj një libër të këtillë. Edhe pse libri është normal si libër autobiografi, por më tepër akcenti kushtoi zhvillimit personal dhe natyrisht është i aspektit të themi psikologjik, paksa filozofik, pak një filozofi shumë të thjeshtë mesëreshta dhe paksa spiritual. Po ku ndikon te kjo pra si libër motivues dhe lidhja me ata filozofik, ku ndikon te tek ju këta? Shikoni, pjesa të themi psikologjike është të themi ndoshta që më herët si lëndë të themi psikologjia më ka interesuar shumë dhe ndoshta jo rastësisht maratonën që kam zgjedhur të themi si disiplinë më e vështirë atletikës, pasi që duke vrapuar një distancë shumë të gjatë, unë kam bërë për ndryshe 17 maratona, nuk është lehtë, por duke qenë racional, duke qenë më i qetë, ndoshta me kalimin e kohës dhe duke bërë shumë gara, mos them tani 180 gara, më kam përgatitur ndoshta për librin të themi dhe duke ndjekur kurset ndryshme të psikologjisë, filozofisë dhe duke lexuar sidomos kohëve të fundit të themi, tash mos gaboj ndoshta 7-8 vitet e fundit, ndoshta më shumë më pak që kam lexuar mjaft libra psikologjik dhe ajo pjesë e filozofisë. Realisht filozofia nuk më ka interesuar shumë, por kam qenë më tepër aspektin psikologjik që më ka ndihmuar në jetë dhe aspekti tjetër që më ka ndihmuar gjatë maratonës, pasi që kam pas edhe kolegë më të themi më të moshuar që kanë thënë Hamim maratona është psikologji, Hamim maratona është psikologji. Trajneri im shfrytëzoi rastin të përshëndes. Që ndonjëherë mos e qesh nga ajo vrapimi, të vazhdosh të vraposh në 30 kilometra, por arrin mos ta lësh garën, po të vazhdosh. Po, sigurisht ajo pjesë, po edhe pjesa tjetër që është psikologjia në aspekt se Hamim duhet të menaxhosh garën, nuk është sprint që themi, po është psikologji, do të thonë janë 22 kilometra, nuk është pak. Duhet ta mendosh fundin, jo fillimin, prandaj kur vrapojmë themi kushtimisht 3 orë 20, 3 orë gjysmë, është një kohë shumë e gjatë dhe
natyrisht ajo pjesa të themi që sikur më ka zhvilluar ndoshta maratona, dhe natyrisht pjesa që thash pak më parë që edhe librat më kanë ndihmuar në këtë drejtim dhe tani ka ardhur ajo pjesë që themi natyrshëm që gjatë këtyre viteve të fundit mendoj si kam ndihmuar njerëzit dhe këtë më kanë konfirmuar pas një kohë shumë të shkurtër, do të thënë kam reflektuar pozitivisht tek njerëzit. Pra, vrapi ka ndikuar edhe në zhvillimin tuaj personal. Sigurisht, po, ja, kjo. Se kjo ndoshta mos të që ndonë nga ajo që ke nisur. Po, vrapi më ka ndihmuar shumë në rrugtimin tim jetësor, natyrisht në zhvillimin personal, pasi që zhvillimi personal e cek edhe tek libri Versioni më i mirë i vetës, ndihmon në fakt gjatë gjithë jetës sonë. Varsisht themi nga mosha rinore, po themi gjatë studimeve më vonë, pas studimeve, kështu me radhë domethënë nuk do të thotë se ne diplomojmë dhe tash gjithçka ka marrë fund, jo. Zhvillimi personal është proces që gjithë secili duhet punon me veten. Prandaj edhe libri është për zhvillim personal. Fillimisht me njoh vetveten dhe me punu me vetveten më tepër. E cek aty diku tek libri që mos i vëmë kufizimin vetvetes, por të gjejmë potencialet që i kemi brenda vetes. Dhe të arrim atje ku aludojmë, sigurisht të arrim pra, atje. Pra dhe jeta në një farë formë një maraton. Po, sigurisht jeta është një maraton, sigurisht, por duhet punë me vetveten. Ne shpesh herë e kufizojmë vetveten edhe sikur i anashkalojmë potencialet që kemi brenda vetes, fatkeqësisht pse them se kemi shumë imponimet familjare, nga shoqëria kështu me radhë, që shpesh herë na kufizojnë. Dhe çka na bën këto na fusin në komfort zonë. E tash për me dalë jashtë komfort zonës, neve na duhet nga rehatia. Nga rehatia, pikërisht, do me thonë ne duhet ta njohim vetveten nga brenda, jo nga jashtë. Ne shpesh herë mundohemi, përpiqemi që t'i shohim gjërat sipërfaqësisht, t'i shohim nga jashtë, por harrojmë të ta kuptojmë vetveten nga brenda. Po si të arrim të nxjerrim nga vetja versionin tonë më të mirë, pra nga vetja jonë të gjejmë versionin më të mirë të vetës. Cilat janë ato hapa që duhet ndjekur që të shohim veten tonë në versionin më të mirë? Shiko, tek libri cek disa teknika që themi, nuk kam shumë tema për teknikat, por mes rreshtave lexuesi mendoj se do t'i gjen, ndoshta me leximin e parë ndoshta nuk do ta arrin atë, por me leximin e dytë të tretë do ta kupton pak më ndryshe librin. Uroj që të jetë ashtu. I kam një teknikë aty që themi ec 2-3 hapa para, ktheu një mbrapa. Këto janë, është një teknikë që themi se nuk mundemi gjithmonë të ecim përpara. Kemi ngecje, kemi bariera, kemi peripeci, jeta është aty mua ashtu si e thes që është një maraton, dhe këto peripeci ne duhet t'i shohim jo si të themi gjithmonë si barikada, si pengesa, por të themi si një mirësi. Pse? Pasi që njeriu duhet të mëson dhe më shumë nga disfata, nga dështimet, sesa nga suksesi. Ka njerëz të suksesshëm, ndoshta që e kanë arritur suksesin shumë më lehtë se sa njerëzit e tjerë, por njerëzit që janë rrëzuar më tepër kanë arritur suksesin, kuptohet, shumë më vështirë, por ndoshta suksesi i tyre është shumë më i shkëlqyer se sa i të tjerëve. Do me thonë, gjithçka në jetë, për të arritur gjërë tek synimet, neve na duhet punë, fillimisht, na duhet durim, por para se të kemi durim, na duhet shumë lexim, na duhet meditim, na duhet përkushtim, na duhet dashuri për punën që e bëjmë. Edhe jo rastësisht edhe libri është shkruar nga dashuria, është shkruar nga zemra, dhe gjithçka që buron nga zemra, duke i venduar të themi dashurinë, dhe besoj se del një rezultat i mirë, apo synimi, ndoshta si të them, rruga e synimit ndoshta jo që shkurtohet, por bëhet sa më e bukur të themi. Pasi që duhet ta kuptojmë se jeta dhe maratona i ka peripecitë e veta, por gjithë secili që punon në një profesion i ka peripecitë apo pengesat e veta. Mirë, po libri e ndihmon njeriu që ato peripecitë
të mos I shohim si pengesë dhe që të stepjem apo të kthehemi mbrapa, por të gjejmë mënyra, forma se si të dalim nga ajo dhe të shohim se sikur ajo që themi teknika SD hapa parë, që ceka më parë, SD3 hapa parë ndalu një mbrapa. Domethënë nëse ne jemi këtu, kemi mbri këtu dhe tani nuk do të thotë se një Vetëm shkojmë para. Po, nuk do të thotë se shkojmë vetëm para, por nuk do të thotë se kemi mbri këtu, edhe tani nuk mund të shkojmë më andej, nëse kemi një pengesë. Por fillimisht kemi mbri këtu, mund të jemi këtu, por nesër tentojmë që të arrijmë këtu. Pas nesër këtu, ndodh që të kthehemi këtu. Mirë po, nëse vazhdimisht ne punojmë me këtë teknikë, do të ecim para. Do me thonë, nuk do të jemi këtu. Mos ndalemi në atë mos ndalemi në atë rrugtimin tonë. Kemi momente të vështira, kështu që duhet të pauzojmë, duhet të kemi ndonjë pushim, por nëse startojmë këtu, kemi mbrej këtu, sigurisht që sinimi është këtu. Se në mes sinimi a finishi. Finishi, po, sigurisht e maratona ne I kemi aludojmë tek finishi. Kemi në ngërçe, kemi pengesa, kemi ndonjëherë edhe kriza të themi mentale gjatë maratonës që nuk paraqiten në sprinte, nuk paraqiten në 10 kilometrëshe në 21, vetëm ne jetim maratonistët, por ne aludojmë tek finishi. Aludojmë tek marrja medaljes, tek suksesi, tek mirënjohja kështu me radhë, pavarësisht të gjitha pengesave që dalin. Ne poshtë lart I dim ato pengesat, ndonjëherë nuk jemi të vetëdijshëm, mirë po sinimi është që paraprakisht jemi përgatitur 1 muaj, 2 muaj apo 4 muaj, paraprakisht, me thonë sinimi është finalja, është finishi, është arritja medaljes, arritja e rezultatit, me arritjen e rezultatit edhe marrjes medaljes ne kemi arrit tek sinimi jonë apo tek targeti që them. Kur thotë se për të arritur dikun duhet edhe shumë të lexojmë. Po, a ndikon edhe kjo që të lexojmë pra në rrugën që kemi ndjekur, pra të lexosh në atë rrugë, që të mësojmë nga gabimet e tjerëve, që ne të mos bëhemi mësim për të tjerët. Po, sigurisht, leximi është shumë I rëndësishëm në jetë, prandaj edhe te komfort zona kam sekur aty që të dalja nga komfort zona, që të kemi disa teknika që përdoron aty. Do me thonë të dalim të ecim në natyrë, të bëjmë ciklizëm, të lexojmë diçka apo të meditojmë mbi gjithësinë e kështu me radhë. Do me thonë të marrim ndonjë iniciativë. Pasi që vetë një iniciativë e vogël, ndoshta duket e vogël për sot, mirë po për nesër do të jetë diçka madhështore. Tash leximi është tepër I rëndësishëm për njeriu. Pse them, pasi që duke lexuar njeriu zhvillohet shumë më tepër, I sheh gjërat, punët nga këndvështrime të ndryshme, nuk është I kufizuar vetëm me një segment të themi, nuk është I kufizuar vetëm me një opinion, që shpeshherë njerëzit thonë kështu është edhe pikë. Jo, mund të kesh një opinion, tjetri ka një opinion tjetër, tjetri ka një opinion tjetër, dhe këndvështrimet bëhen më të ndryshme dhe mendoj se leximi e zhvillon tepër njeriu. Pse them ashtu, edhe tek libri versioni më I mirë I vetes, se cek diku se truri është si muskujt. Nëse neve na duhet të bëjmë ushtrime stërvitje e kështu me radhë në fitness të zhvillosh muskujt trupor, normal që truri ka nevojë për zhvillim e sipër, dhe zhvillimi I trurit bëhet përmes leximit, meditimit, por edhe duke bërë sport. Shkenca e sportit, neuroscience, që thonë, vazhdimisht bën studime për trurin e kështu me radhë, që do me thonë sportistat janë më të aftë, jo rastësisht, pasi që neuronët zhvillohen apo në fakt shumohen më tepër dhe në këtë drejtim normal se njeriu kur është vazhdimisht trupi rigjenerohet, si kur del në mal dhe e ndjen atë ajrin e pastër, pastaj pjesa që themi qelizat e kuqe të gjakut mos gaboj, eritrocitet, shumohen dhe më tepër ato të cilët vdesin shumohen dhe kështu njeriu merr një formë tjetër. Një regenerim. Një regenerim, shumë mirë thot. Bëhet një regenerim dhe në mënyrë automatike, dhe me thonë, njeriu është një verzion I vetë, një verzion I ri I vetes. Do me thonë, lexim, meditim, përkushtim, sport, e kështu me radhë,
për zhvillim dhe një jetë më të mirëqenë. Po, a do të kemi ndoshta një botim tjetër? Ndoshta këtij versioni ose diçka që i shkon këtij lloji të librit? Shiko, realisht tani u desh të jetë botimi i librit, në fakt përkthimi në gjuhën maqedonase i versionit më të mirë të vetes, por realisht kemi paksa ngesje në aspektin financiar, jo që e kam anashkalu, por janë disa çështje teknike, financiare të themi, me kalimin e kohës besoj se do ta realizoj edhe atë. Tani në plan të dytë apo të tretë të themi, është një botim i librit me poezi dhe disa proza të shkurtëra, që shpresoj së shpejti do dalë në dritë. Ndoshta nuk do të jetë të themi kushtimisht për një muaj, ndoshta pak më andej, por vetë që nuk është në botim, po të themi pjesa teknike, lektorimi. Po, ka përfundu pjesa e të shkruarit, besoj se do të realizohet së shpejti. Ndërsa sa i përket do të kemi një verzion tjetër, apo për momentin nuk do të ketë, kam shkruar edhe ca tema të tjera, të cilat ndoshta do të jenë në ribotimin e versionit më të mirë të vetes, dhe ca tema të tjera. Që do i shtohen. Po, sigurisht. Dhe kam nisur edhe një libër tjetër, por të shohën. Me kalimin e kohës, shpresoj ndoshta jo këtë vit, pasi që paksa ngarkesë aspekti financiar është. Se këtu nuk jepet edhe shumë hapësirë dhe rëndësi. Realisht tek neve nuk jepet rëndësi, unë e botova me mundësitë e mia, faleminderit gjithë miqve që më ndihmuan paksa në pjesën përfundimtare, do them që doli në dritë libri, përndryshe besoj shumë vështirë. Por libri tjetër që do dalë do të jetë ngjajshëm, nuk do të jetë të themi si versioni i dytë, i tretë e kështu me radhë, por do të jetë një libër tjetër, sidoqoftë do të jetë i një karakteri të ngjajshëm. Uroj që të jetë një libër psikologjik, sadokudo që ta ndihmon lexuesin, sidomos lexuesin që vetëm do ta lexon versionin më të mirë të vetes, do të jetë një shkallë plus, apo të themi që pësa shkalla e 1, do të jetë shkalla e 2 apo e 3 e ngjitjes lexuesit. Faleminderit shumë për intervistën, shpresoj që edhe pas botimeve tjera do të kemi intervista tjera. Faleminderit shumë, ja, ishte kënaqësi të jem pjesë e emisionit juaj. Kjo pra ishte intervista që kemi përgatitur për ju. Ju vazhdojmë të ndiqni emisionin tonë, bëni subscribe kanalin tonë në Step in State, like video nëse ju ka pëlqyer. Ne do të kemi edhe javën tjetër, pra javën që do të vinë me intervista tjera, deri atëherë shpresoj që të jeni mirë dhe të na shikoni në emisionin që përgatisim për ju. Faleminderit shumë që ndoqët emisionin e shpresoj të takohemi përsëri.